të jeni të sigurt, çfarë do që unë do të flas, ose ju që jeni në këtë vërtetën ku jam unë dhe e doni lojmin me marrë prej librit që quhet Kur'an, të ashtu quajturit hoxhallar nuk kanë as grimcën e durimit më dëgjuese çka flet. Sukur ti me pas edhe vahjin, edhe me pas në telefon duke fol ti me ilahin, me Zotin e vërtet, ose me fol me Allahun e tyne, edhe mi thonë që me Allahun jam telefon, apo do me fol e ka me refuzu. Pse ndodh kjo kështu? Tani unë jam më i përgatituri në këtë gjenerat me dalë me ju tregu se programimi është aq i thellë, se një djalosh i cili shkon me mektebe dhe shkollat religjioze të besimit islam programohet aq keq sa që ai nuk është në gjendje me dëgju, edhe nuk është në gjendje me pa. Ai ndoshta sheh me sy, po nuk e shet vërtetën me sy. Ai ndoshta dëgjon, po nuk di me dëgju lajmin e vërtet. Ai mendon se është aty, më na ndërmjetësu neve për te Zoti, si me vdek dhe ku me shku dhe çka me bon me jetën tonë tokë. E keni qartë jo. Prandaj çfarë do që do të flasmi, ata nuk do ta pranojnë. Çfarë do argumente që do t'i sjellësh, ata nuk do ta pranojnë. Ajo çka është akoma më tragjike është se nuk e pranojnë librin që ata thirrën e aman të atij librit që është Kurani famlar.